pa poezi, pa pim. E dini ju pse Edi e vravi gjuhën ose pse Shqipëria është një humbje dhe los kohën e të gjithë tjerëve që duan një humbje? Ha? Për para, ka inat, pse të kem unë fizikën e punës time, paratë e fizikës të punës time dhe të kemi jetë mirë unë, po nuk do Edi këtë, se është problem kjo. Edhe pastaj ka gjetur Edi, ju ka të shmëndur të gjithë juve, ju ka të skllavëruar, jo kjo. Sepse Edi ka atë idenë e vet. Ka të gjithë ata pasunikët e vet që e ulin kokën para Edit, sepse diçka kërkon Edi dhe diçka bëhet. Do e ulish kokën ke bërë gabime. Edhe për këtë do Edi dhe këtë ka bërë Edi. Pse i themi Edit? Sepse është shumica Edi, nuk është pakica, është shumica. Është edhe korrigjimi i gabimit. Korrigjimi i gabimit nuk ndodh më se s'ka vend që të kthej kohën mbrapa, por kjo është që të kuptoj Gjermani pse. Edhe nxjerr tani Edi të gjitha. Ku e ke problemin shoku Edi? Nxjerr problemin të nxjerrim zgjidhjen. Pse e bën karrigën mut? Nuk është banjo karrige jote. Është Shqipëria. Pse e bëre mut? Vjen erë. Kupton? Ku është problemi? Imagjinoj sa i smur. Si shtetre, ka probleme ai për bukën time, për gjumin tim, për punën time. Imagjinoni çfarë problemi ka ai. Edhe pastaj gjua është e shëndetshme. Është një helm totale. Edhe ka vdekur, po Gjermani është një pizë los Edin. Gjermani ka gjetur për ndim Edin me zhobët e vet. Hajde re.